Ky emision përmban vendosje të produkteve. Miq të nderuar, përshëndetje, jeni edhe me një të diel me Gjeraldinën dhe natyrisht po pyeteni se kë e kam sot në emisionin ton, kë e kam mysafire, me cilën do të shoqëroheni ju 90 minuta. Unë për sot e kam ftuar një miket time të shpirtit, njërën nga miket më të mira që unë kam, me cilën praktikisht jemi rritur kohë pas kohë, se ndonjëherë dhe koha të ndanë, sidomos kur vinë fëmijët, kur vjen puna, e të tjera mirë, po sa herë jemi takuar gjithmonë kemi vazhduar muhabetin aty, ku e kemi lënë. Është njëra ndër gratë më të fuqishme, më ndërmarrëse në Kosovë. Është njëra ndër gratë që ka arritur titullin e akademike së parë në Kosovë. Është njëra ndërmarrëse të më të njohura në Kosovë. Është ish ministre e qeverisë së Kosovës para disa vitesh, para shumë vitesh. Është një aktiviste në shoqëri civile, është një nën e përkushtuar e 4 fëmijëve dhe është një mike fantastike për të gjitha miket e saj dhe miqtë e saj. Me ju sot, miq të nderuar, Justina Shiroka Pula, dhe që të njiheni për jetën dhe veprimtarinë e saj gjatë këtyre viteve, unë do të preferoja ta ndjekim një dokumentar. Ta themi vetëm edhe një fakt të shkurtër që Justina Shiroka Pula është e bija e artistit, filigranistit fantastik Simon Shiroka, i cili sërmit, argjendit dhe çdo metali me të cilin ka punuar i ka dhënë shpirt. Ashtu jep shpirt edhe Justina me vetë praninë e saj. Justina Shiroka Pula lindi në Prishtinë në vitin 1953. U rrit në rrugët e qytetit që po ndërtonte ëndrat e veta kombëtare. Shkollimin fillor dhe të mesëm i kreu me përkushtim në vendlindje, duke hedhur themelit të një rrugë që do ta çonte drejt majave të dijes dhe veprimit shoqëror. Në vitin 1976 diplomoi në Fakultetin Ekonomik të Prishtinës, duke dëshmuar qysh herët se kishte një mendje të mpret dhe një shpirt të etur për të kuptuar mekanizmat që lëvizin shoqërinë. Kjo etje nuk u shua me diplomën, përkundrazi, ajo u thellua edhe më tej. Rrugët e dijes se quan drejt Zagrebit, ku studioi në fushën e teorisë dhe politikave të zhvillimit ekonomik, duke e përmbyllur me sukses ciklin pas-universitar në vitin 1984. Me një përgatitje të rrallë dhe me pasion të pashuar për zhvillimin e vendit të saj, u kthye në Prishtinë për të mbrojtur doktoratën me një temë që lidhej thellësisht me fatin demografik dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës. Një dëshmi e ndjeshmërisë së saj ndaj çështjeve themelore që prekin rrënjët e një shoqërie. Pas përfundimit të studimeve, nisi rrugtimin profesional fillimisht në Bankën Popullore të Kosovës, por të zhvendosur shumë shpejt në hapësirën akademike në Fakultetin Ekonomik të Prishtinës. Aty në vitin 1978 filloi një karrierë që do të shndrohej në një histori të gjatë për kushtimi, dijedhënie dhe formësimi të brezave studentor. Filloi si asistente për lëndën kërkimet operacionale, një fushë re me mungesë kuadrosh, por me potencial të jashtëzakonshëm, dhe vazhdoi të ngjitej një hierarkinë akademike me seriozitet, përkushtim dhe dije të thellë, derisa arriti thirrjen e profesoreshës së rregullt. Në këtë fushë të ndërlikuar, ku modelet matematikore dhe statistikat takohen me vendimarrjen dhe menaxhimin, ajo u shqua si pionere, që nga vitet e hershme e deri më sot e ka kthyer kërkimin operacional në një shtyllë të rëndësishme të fakultetit dhe të zhvillimit akademik në Kosovë. Shumë diploma, mastera dhe doktorata kanë kaluar përmes mentorimit të saj të përkushtuar. Roli i saj në Fakultetin Ekonomik ka qenë i shumanshëm. Kryesuese e Departamentit të Matematikës dhe Statistikës, kryetare e bordit të masterit në menaxhiment shëndetësor, antare e Senatit dhe e bordit të UPOS, kontribuese aktive në organizimin e Universitetit Veror të Prishtinës dhe në shumë trupa të rëndësishëm shkencor e akademik brenda dhe jashtë vendit.
Krahas mësimdhënies ka kultivuar një karrierë të pasur kërkimore dhe është zhvilluar vazhdimisht përmes studimeve pasdoktorale në Universitetet e Linsit dhe Arizonës. Duke ndjekur trajnime ndërkombëtare në Itali, Belgjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e në çdo cep të dijes që lidhej me ekonominë, menaxhimin dhe sipërmarrjen. Ligjëratat e saj kanë kapërcyer kufit, duke prekur auditore të Universitetit të Tetovës dhe të Universitetit të Evropës Juglindore, duke krijuar ura mes dijes dhe realitetit shqiptar në të gjitha trojet. Pas luftës, ajo e shtriu aktivitetin edhe në fushën e shoqërisë civile, duke u angazhuar fuqishëm në fuqizimin e gruas, në barazinë gjinore dhe në zhvillimin e bizneseve. Ajo është ndërthemeluese të rrjetit të biznesit të grave kosovare, pjesë e rrjeteve ndërkombëtare si Star Network dhe aleancat ndërkombëtare e grave, duke mbrojtur me dinjitet dhe guxim të drejtat dhe potencialin e grave në shoqëri. Kontributi i saj nuk u ndal vetëm në sferën akademike dhe civile. Ajo u bë zëvendimmarrës në sferën publike, si Ministre e Energjisë dhe Minjerave, nga viti 2008 deri në vitin 2011, dhe më pas si deputete në Kuvendin e Kosovës, nga viti 2011 deri në vitin 2014, duke dëshmuar se një mendje ndritur mund të jetë po aq efektive në klasën politike sa në auditorët universitar. Në vitin 2016 u pranua si antare korespondente në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, një nder i merituar për një jetë të tërë të përkushtuar dijes. Në vitin 2020 u zgjodha antare e grupit, ndërsa që nga viti 2018 mban edhe pozitën e sekretares së seksionit të shkencave shoqërore dhe automatikisht antare e kryesisë së akademisë. Prandaj sa herë që bëhet fjalë për studime ekonomike, për gratë të forta e profesioniste, Justina Shiroka Pulën, të gjithë e kanë në majët gjuhës. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Miq të nderuar, ja jeni edhe me një të diel dhe e pat fare mirë se kë e kam mysafire sot dhe unë drejt me ju thonë e kam një flet këtu përpara që të më rikujtoj se çfarë duhet ta pyes miken time, miken shumë të mirë time të zemrës, profesoreshën akademiken, ish ministren, ish drejtuese të organizatave jo qeveritare, ish kryetare të bordit të shumë organizatave dhe institucioneve, Justina Shiroka Pulën. Me më rikujtu se çka me e pyet, unë gati të gjitha i di për Justinën, jo gati po shumicën, 99% të jetës së Justinës e di mirë, po fletat i kam këtu që të më rikujtojnë se kur i di të gjitha, pastaj harron edhe me e pyet diçka. E unë dua që ju sot të njiheni me Justinën, me miken time Justinën, për shkak se si akademike dhe në ato role e keni pa shumë herë në televizion, por ashtu të ngrohtë si e njoh unë, edhe ashtu personale do ta shihni për herë të parë sot. Justina, mirë se ke ardhur. Dëshiroj me thënë që është një kënaqësi të jem në mesin e juaj në këtë emision i cili na afron ngrohtësi, kreativitet dhe kënaqësi. Ty nga zemra të falenderoj që din të respekton, të beson, të shpreh atë energjinë pozitive, të dhuron dashuri pa fund për të gjithë ne. Dhe në fund dëshiroj të përgëzoj për punën dhe atraktivitetin të cilin për e sjell në këtë emision. Me pas gjerin një shoqe mike, është më të vërtet një kënaqësi. Është një bekim. Unë gëzohem që të kom edhe shoqe dhe mike. Shumë faleminderit se më skuqe. Por është kënaqësi fantastike, edhe më besoni miq të nderuar, e kam lut Justinën tash 2 vjet që të vi në emisionin tim. Duhet të vish, duhet të vish, duhet të vish, duhet të vish. Më thonte, po s'kam çka me thonë, unë duhet të flas si akademike. I thash, jo, ti do të flasësh në emisionin tim për veten tënde. Dhe Justina ka shumë çka të flas, për shkak se është bija e një artisti, një filigranisti i cili nuk ka punuar filigran pa i dhanë shpirt,
punimeve të veta. Ashtu edhe Justina e ka trashëgu prej tjatit që çdo gjë që ka prek në punën e vet, në jetën e vet, i ka dhënë art. Pavarësisht se ne themi ekonomia është 2+2 bëjnë 4 dhe nuk ka art, Justina dhe aty ka dhanë art, praktikisht ka dhanë art edhe tek studentët e vet dhe ka dhanë atë ngrohtësinë dhe shpirtin e saj. Prandaj studentët e saj sot mburren kë e kanë pas profesoresh. Tash, unë e këtë po e mbaj, mirë po deshta edhe një sen me ju thonë, miq të nderuar, vallaj s'keni faj që përna këshyrni se 2 zoja trona. Po mendoj në të dy ondë, trona me punë, të dyjat jemi punëtore shumë, edhe trona për ka pesha, kur dojmë ja fillust. Na vazhdimisht me gjerin thëmë, do të fillojmë të ndryshojmë këtë fizikusin tonë, po gjithmonë dalin disa festa, disa ditëlindja dhe po shtyhet. Tash e kemi bën një moshë, po thëmë mirë jemi edhe kështu. Mirë jemi kështu, edhe këta stafi, këta loqkat, kamermanat, i kom thonë, rase nuk na qitë një gjysë për gjysë matolla. Emisioni dështoj. Dështoj emisioni. Miq të nderuar, po i lëm hajgaret anash dhe dua të filloj me Justinën dhe natyrisht gjëja e parë. Justina Shiroka, ende pa u bë pula, fëmiria jote, si ishte fëmiria jote? Gjeri, më ke prek në emocionet më të mëdha. Sa herë du me kujtu fëminin, edhe rinin, edhe tani, familjen, pjesa më e madhe cila më ngacmon, cila më emocionon është fëminia deri në gjimnaz. Do shta pëse kemi qenë 3, edhe kemi qenë ma shumë të lidhur me prind, me motra, me farefisjen. Dhe në atë kohë, ajo fëmini ime ka qenë jashtëzakonisht e bukur, me shumë dashni, me shumë përgëdhelje, me shumë përkushtin, prindve dhe farefisve për ne. Unë kom pas fatë se kom qenë besa e parë ka dajt, ka nana, që kom qenë pak ma e përgdhelun, do shta se motra tjera apo fëmi tjera. Gjithmonë ka qenë i gëzim të në familje. Prindët e mi kanë qenë besimtar. Edhe duke qenë besimtar, ata të gjitha festat i kanë organizu me përkushtim dhe pregatitje të mëdha. Duke i thirë farefisin, shokët, miqë, sidomos festa e pashkve, krishtlindjeve, viti 3, ditëlindjet e vajzave kanë qenë gjithmonë shumë galla. Nuk ishte puna vetëm pregatitja këtë, po ishte shumë interesant se nana dhe baba këndeshin bukur. Plus miqt, shokët të cilë t'i thrashin, që ka qenë gjithmonë gjëvati dhe leza, pjesë e familjes tonë, aty është këndu shumë, është qesh shumë. Janë tregu storje të ndryshme, janë këndu këngë të vjetra qytetare, këngë shkodrane, këngë popullore. Ajo që ka është ma interesant, Simoni në talentin e vetë e kishtë një okarin vogël dhe ato i binte. Prandi, çdo fest që është bë të na, është bë me gëzim, është bë me hare. Unë po mundohem tani me këtë tradit familjes, me barë të generatat të reja, të fëmijët e mi, dhe gjithmonë jam të i thonë, mos e merrni si fest, si besim, po merrni si një afërsi të cilën do të respektojmë një tjetrin. Do t'ja dhurojmë një buket lule, do t'ja afrojmë një simbol të vogël të dashurisë dhe kështu me radhë. Prandaj kanë qenë jashtëzakonisht të begatshme, kanë qenë jashtëzakonisht të mira. Vetëm që të regoj për shembull kur vike festa e krishtlindjeve. Baba jam ka qenë shumë kreativ dhe na kemi qenë 2 vojza, ma vonë kemi pasë motrën e tretë, po sidomos na dyja që kemi qenë shumë afër njëna tjetrës, kur e blejshim atë pishën e madhe natyrale, ai na afronte. Dhe të gjitha zbukurimet kemi vyt miqit, këtu, nalt, poshtë, do një kukull. Ato qirit, se diti e ma e re, ato qirit që kanë qenë me ngjyrna me disa kapse. I majnë bende dhe une. Pastaj kemi pas meshim pamuk, i bëjshim fluskat e borës që e shpërndajshim. Ose bëjshim një shirit të pamukut që i qiqim në pjesët e bredhi që mu do që i karabora. Në para orës 12 na i ndeshim qirit dhe ato dizilonjat
që ishte një knatësi. Më doket që viti i ri atër ka qenë Një përjetim i veçantë. Një përjetim i veçantë. Shumë i veçantë. Diçka që nuk mundet tani më përshkru. Tani janë të gjitha, do është letë vendosë. Për përpara kjo vyt me gjetë, me imaginu se si duhet me pa. Ma ndër në mbrëmje, sigurisht, kanë qenë disa dhurata të mbështjellura, s'kanë qenë dhurata shumë të mdha, po ndo një lodër, ndo një bluz dhe kështu me radhë. Njëjtën gjë e kemi përjetu me shumë knatësi edhe kur kanë qenë pashkët. Nana pregatit ka ato vezet të ngjyrna, dërsa baba në thirë ke kështu ka qenë shumë, janë këtu se kjo s'na len me ja prek, e merë ke pak aceton, ngjyrna dhe të gjitha vezet të mundojshim i vizatu me dhe një simbol të një lule me gjithë diçka dhe mandej i regullëshim. Prandaj unë Simonin e përkujtoj si një njeri gasmor, një njeri i cili ka tentu të na me ngrit atë ndjenjen e ndërmarsis, me ngrit ato që na duhet të bëjmë diçka ma shumë se që bëjmë tjerë. Për këto festa thash që është pregatit shumë, dhe kur shkojshim të nana ka qenë një grua e bukur, e vyshme, ka qenë zonjë, ka pas një stil të veçantë, edhe vetëm në thëjke, jo, shkani të baba, mos më përzini ka kuzhina. Ja, unë nuk vedu me mulla përqit dur të juja këtu. Po, ti ndoshta të kujtohet, ajo ka tani mbjen keq që nuk kemi arrit me a incizu ato zbukurimet të tavolinave të cilat i ka po. Ato tortat të cilat i ka po. Ajo ka qenë unike, se mu më kujtohet se unë ka marrë shumë shpesh të ju. Edhe di ëmbëlsirat që i pregatiste Neta, e di tavolinën që pregatiste. Tavolina ka qenë unike, do të thotë, tepër e bukur, me të gjitha aksesorët, të them kështu, me të gjitha aksesorët, gotat, zbukurimet e aty në ushqimeve, edhe unë po thëmë tash është letë edhe me zbukuru tavolinës e interneti. Po në atë kohë imaginata saj, ka që më kujtojt atëra i bëjke purva, e merke domatën, bëjke me majonez, e merke domatën tjetër mushke me djathe, me magdalonat. Edhe kur të paramendon që i ka bo pa Google, pa internet, pa Facebook. Da më thënë ajo ka qenë që ajo e ka di. Me vërtet ka pa shumë pasion dhe kuzhinës dhe stilit shtëpis dhe pregatitjes ushqimit. Ajo ka qenë unike edhe në veshje. Mu kur nuk mund të mbaj në mend Netën pa kapel. Kapelën e ka pas, edhe i ka pas kapelat shumë të bukra, e di që edhe ti ja ke blep pas taj ma vonë, i ka pas fantastike edhe ka dit me i majtë, se dikush e qete s'din me i majtë. Ajo ka dit me i majtë. Ti na i tha, Justina, disa kujtime të bukra të festave. Qka ishtë ndonjë një kujtim me Simonin, veç i joti, do të thot jo në kuadrë të festave, po personal i joti me Argjën Simon? Baba, tu e di që nana është shumë kështu pedante, dhe nuk në ka, unë e kur s'kam punu në shpi, derisa jo martu. Asë një gja nuk më kalon ajo mi ndihmu, asaj se gjithë me në kaloj rejtë. Për ty është libri edhe lene. E hajtu dasht me në afru, ndoshta pse s'ka pas djallë, po në fakt e ka pas në vetë vete që ka dasht me në bo ma qka. Sa her ka punu diqka, ajo na ka vjen. Jani, mësot, nuk është më rëndësia do të kryni këtë zanat. Mësoni se si është rjeta e punës. Shqiqoni se qka është. Çdo gjatë të cilën do të krijoni, është e vlefshme për ju, ndoshta edhe për fëmijët e ju. Mandej për natë kohë kur s'ka pas makina, na kemi shetit shumë. Për vikenda, se kur s'kemi qenë shpi. Kemi shku në Presovic, kemi shku në Prizren, kemi shku në Pej, dhe me thënë të gjitha këto vende që ka qenë atraktive, po flasë deri në viteve 1964. Pas viteve 1964, kur është ble makina, dhe kur dajtemi e gjyshja, kanë shku në Rjek, na atër nga 2 muj minimum pushimeve të verës dhe dimrit e kemi kalu në Rjek. Dhe më thënë, është mundu me na shetit shumë. Dhe këmi të regu edhe kur ka puna studimeve, unë kisha dëshirë me studiu, si fëmi, po dukte,
Ja më orientojke, edhe atë filloj ke mjaft ka pas punë dhe më punëtori, dhe me thënë atelje ka punu punimet e veta, më orientojke me studiu artin. Dhe ke ndëgjë që ka eme. Nëse do një jetë, me kalu bukur, me pas jetën gjithmonë të gëzushme, mere studioj historinë e artit. Edhe kini kulturë të madhe, edhe shetit, edhe ta jetën ja përkushton vetës. Dhe me thënë, na ka orientu të miremi me profesione të cilët të naqë, me profesione të cilët të bajnë të lumtun dhe mundesh me qenë një personalitet në shoqëri. Nga ana tjetër ti zgjodhe ekonomin, laura oftalmologji. Edhe motra tjetër dermatologe. Praktikisht u orientuat në krejt diçka tjetër që kërkon shumë angazhim. Si ekonomia, si mjekësia kërkon shumë angazhim. Pse nuk e ndëgjut babën? Shpesh e kemi mendu, po në kohën kur ai ka punu, kur na u rritëm për me studiu, zanati ka qenë zanat. Nuk e ka pas atë vlerjen një avancim në shoqëri. Dhe ai thonë të ndoshta me këtë zanat ju do të boheni, do të keni para, po nuk do të keni vlerën e juj në shoqëni. Dhe shumë ka insistu të studion, nuk ka sidomos për motrat, nuk ka insistu merreni këte, për mu ka insistu pak me marrë historinë e artit, për shkak se ka pas dëshirë që të tregon rrethit që këta kujdesen dhe dëshirojnë që vajzat e tyre të shkollohen, të avanson dhe të jenë një pjesë e shoqërisë moderne. Mirë për Justina, unë mendoj që në ty, Agja Simon ka pa edhe që ke syrin e artit, për shkak se ti e dalu si në fakultet, si në kuvend, je dalu se si i ke kombinu ngjyrat, se si e vesh, se si i përdor aksesorët. Për shembull, shiko atë bukuri që e ke qitë që është punim i Agjes Simon, mënyrën se si e ke vendos. Dikush do ta vendoste shumë thjesht, të gjatë, ashtu, ti shiko sa bukur e ke kombinu edhe ke ditë gjithmonë me majt një gjatë të bukur edhe me ra në pah, ai punim ose një gjë të bukur që e ke pas të trup. Prandaj mendoj që ai ka insistu se ta ka pas synin, që e ke synin artistik. Për shembull, shija mund të arrihet me para, mund të arrihet me vizita, mund të arrihet me pamje të ndryshme. Po stili është diçka tjetër. Stili është diçka e mbrëmshme, stili është diçka të cilën ti e kultivon për fëmijët. E unë mendoj që këtë ka arritë Simoni me na dhurru dhe me na trashëgu ato gjenet e ti, dhe sa pak edhe të nanët, po sidomos dati. Miq të nderuar, në këto çaste unë do të doja pak të shkëputemi nga muhabeti me Justinën dhe ta shohim se çfarë ka përgatitur shefi në kuzhinën fantastike të Frigo Deluxe. Përshëndetje, unë jam Zej Qanova, jam shef i restorana Fe Petrollet. Për sot kemi zgjedhur me përgatit shpageta linguine me midhje, me oktapod edhe me karkaleca. Tash fillojna na me përgatitjen e shpagetat linguine. Po paraprakisht, të pasta kukers për Frigo Deluxe-it kjo shërben për zirjen e makarona shpagetat. Dhe me thonë, kjo i bën në qast, momentit që ki ujë sikur këtë mënyrë që kena i qëtë shpagetat. Ne qesëm shpagetat linguine, desa ka njës me vlu ju edhe aq mirë, po edhe fillojna me përgatit oktapodin, midhet edhe skampit. Qesëm karkalecat. Midhet. Edhe oktapodin. Gjithmonë krypin e rrian. Edhe fillojna deri sa të skuqen pak, jo edhe shumë. Fillojna ja qesëm edhe pak margarin ose gjabë si të shqiptoni. Edhe i fërgojna se bashko.
kampit ka njët vetëm të skuqen. Ja qesëm edhe domatina. Qesëm edhe biberzi. Ju edhe shumë. Deri sot të pregaditën të zihen frutat, na kena pasta kukersin, cili shërben për shpagetat, apo makaronat, apo çfarë do lloj pasti që shërben për me dalë të freskëta dhe të mira. Derisa kjo procedura këni kryet, kjo gati veç të përfundim me sipër. Shkojna e qesëm edhe pak sos. Gjithmonë uji i pastave gjithmonë shërbehet për të mirën e pastave të cilat i kena zina, shpaget lungingi apo ndonjë makaron tjetër past. Çfarë do lloji qoftë. Shpageta lungingi gati vetëm janë së përfundim me sipër, edhe i qesëm të frutat. Qesëm edhe pak salcë. Dikush i qëtë ma shumë, dikush ma pak në varë të shia, ose të pregaditja. Gjithmonë servetat e burës na shërbej për pastrimin e durve dhe higjienës të bukur me mojtë. Domethënë shpagetat lunginj me fruta detet vetëm se kam përfundu, tash fillojna me i servu në pjatë. Kjo ishte receta për sot, besoj që ju ka pëlqyer, shimin e hera tjera. Ju boft mirë. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Po i kthehemi tani ndonjë kujtimi të bukur me netën. Cili është ai që do ta dalloje sot, që do ta veçoje për shikuesit tanë? Unë thash përpos që tani kur ta analizoj, e shoh që ka qenë shumë e bukur. Për në atë kohë dhe për këtë kohë. Ka qenë e vyshme, ka qenë shumë atraktive, shumë krijuese, se momentin kur e kanë fillu shpinë Dragodan, ajo mbani men, ajo ka shku në Greqi edhe në Itali, ka ble stolina, ka ble zbukurime të ndryshme për me pas një shtëpi të jashtëzakonshme. Është një gru e papar. Atë s'ke mujt kur me pa thjesht në për shtëpi, e sidomos kur del. Goja amël ka qenë, shumë e busqeshu në amël, po në fakt ka qenë e egrë për fëmi. E rept. E rept për fëmi. Po ishte dash dikush me Ka qenë? qenë shumë e rept, në krahasim me Simonin. Unë kur se mbaj men që Simoni e ka qu zërin do njëherë. Se mbaj men kur. Edhe si fëmija dhe kur jam rritë. Kurse Teneta, po, ka pas kritika shumë të mdha, unë e di që ajo ka qenë për të mirën tonë, për me na eduku dhe me na orientu, po kur je tri fort si pranon këto kritika. Po, edhe nuk i merë si kritika, po thu, nana. Qa po na thot nana? Nana. Unë thash që në viteve 64, aqët e mi, agja dhe djemë të agjës pape, në viteve 50-53 kanë shku në Kroaci. Gjysha me dajtë kanë shku në viteve 64. Tash merreni me me, na për viteve 64 kemi shku vazhdimisht në Kroaci. Ajo kur shkon të atje, ka qenë shumë strikte ndaj nesh. Është kujdes shumë që na kur shkojmë atje, mos shkojmë gjithsesi, të na pregatit, të na edukoj, të mundohet që mos kemi asnjë dallim për fëmijëve të shqiptarëve që janë atje. Është interesant se gjyshja ime kur ka shku në Rijekë, ka pas shumë shqiptarë në Rijekë, e kanë pas ndërtu një shtëpi me 5-6 familje dhe të gjithë kanë qenë shqiptarë nga Prizreni. Dhe pas një 2 viteve
e kanë bën pishinë, po flas për viteve 66, e kanë pas një pishinë të përbashkët, kur krejt fëmijët shkojshim dhe dajt fillun mjaft mirë mu zhvillu, mi pas bizniset të suksesshme, dhe sa herë ndonjëni e kishte ndonjë qarkullim më të mirë na bënte me telefon, Anise du mi uqu në mramje në darkë. E ato darkat në rjek, në pati, ishim peshqit, guacat, karkaljecat. Dhe është ka qenë një përjetim i jashtëzakonshëm, besomni. Kur unë tani u tregoj fëmijëve që unë në atë kohë, të gjysheme, gjatë të gjashën, krej shqiptarët kanë pas një pishin, dhe unë në atë kohë, i kom shiju, këto ushqime që tani të gjithë pishion, ani qka? Qysh pi thëmër ani qka? Po flasë për 55 viteve 60. Të po thonë ani qka se ju keni shiju? Po logaritën një kohën kur kom qenë unë fmi, që atër njerës, edhe ata të cilë kanë qenë në rjeke, kanë pas vështirë më shku për mi shiju ato gjana. Kështë që i kom pas me të vërtet një jetë të përgdhelu, një jetë jashtëzakonisht mirë. Mirë, po qka është interesant, Gjeri? Kur jom këthy këtu, unë kom vazhdu, po flasë bëjtë gjatë 4, 5, 6, kur jom këthy këtu, unë kom vazhdu me shoqet e shokët e mi, thu se s'kom qenë atje. Kur nuk ju kom tregu që unë atje e kom pas një jetë komplet tjetër. Na këtu lushim me lastik. Na këtu lushim ato trekanshët që gjujshim një topa, qka ishte ajo. Na këtu mbledhshim salveta. Na këtu mbledhshim ato urime të vitit 3 me dzidza. Mbledhshim panoramat të vitit 3. Krejt këto i kemi bo. Këtu ishte një jetë shumë modeste, shumë e thjesht, por shumë e dashur. Nuk kemi pa e ngroht. Nuk kemi pas dalim, unë e kom ti se ke. Kur s'mu ka kujtu që në mes shoqeve jemi shty do njerë, unë e kom këto ti se ke këto. Edhe shoqet e mira i ke pas, edhe ti një shoqet, unë kom qenë ajo vajza që u përzinte aty në atë shoqërisë, kam qenë pak ma eri. Më kujtohet edhe koha kur ke fillu me studiu, zgjodhe ekonomin. Qka të shtyri ta studiosh ekonomin? Kjo është një pyetje interesant. Të ndajt me babën, të punu me babën, të i ndihmu ati ko pas kohë, me tregut baba dhe kur s'ka pas nevoj për ndihmën tonë, a i na thirke, i përzike zingjirat, i përzike ato gurt, i thëjke ndani, vetëm punojmë diqka. Dhe mu më ka pas mbet atë që unë do të mirëm diqka me artë. Mirë po unë në gjimnas kam qenë drejtimi shkencor. Dhe kur shkova në Zagreb, për me studiu historinë e artit, ata mu më thanë, ti nuk i plotëson kriteret për shkak se s'ki vizatim, s'ki histori të artit, ke matematik, ke fizik, të cilat lanë humbë në poena për regjistrim. Edhe qka të bajmë, ata thanë, ma mirë është mu të rjek, se sa më shku. Edhe unë pak e mërzitun, i thash babës, unë po shkoj në rjek të gjyshja, të dajt, ti meri këtë dokumenta, e qëm, kështu ka qenë, qëm në ekonomi. A i më pyti, pse në ekonomi, pse ka matematikë. Edhe unë e desha matematikën. Kështë që unë kështu jam orientu në ekonomi, pa provim pranus, se zakonisht atë nxënësit të shkëlqyshëm nuk ishin provim pranus, jam orientu në ekonomi. Por, nuk jam pishman. Unë jam shumë krenare që jam ekonomiste, kom dit me materializu profesionin tem, sidomos mas luftës, edhe tani vonë, shtu që kjo është orientimi jem në ekonomi. Ti me këtë profesion praktikisht, të themi kështu edhe akademikja e parë, shqiptare, me profesion të ekonomisë, po pavarësisht edhe thirrjes, do të thotë je njëra prej akademikeve të para që ne kemi në Kosovë. Nuk e di ku do të arrije, e di që do t'ishe briljante edhe të historia e artit, por në ekonomi e di që të gjithë thonë Justina Shiroka Pula. Sa të bën ty të ndjehesh mirë kur studentët e tu ishe
në pozita kyçe? Gjeri tim fillim tha se unë kom kalu në për disa faza, në për disa struktura, qoftë shoqërore, politike dhe kështu me radhë. Nëse më pyet, ku isha kthy në fakultet. Puna në fakultet, jo vetëm që është kënaqësi, po të përmbush me të gjitha. Pas pare që ti kur shkon, ligjeron ato çka ti do. E dyta, kur i shef gjeneratat e reja, të cilën të shiqojnë me ndonjë sy, ti automatikisht filloj me në atë kuptim, me përvecu diçka pre veshjes tyne, pre stilit tyne. Edhe herën tjetër, unë do kem gjithmonë ma e re, se dëshiroj mi e mitu. Në anën tjetër edhe ato mu më kanë e mitu. Ashtë e kja, se gjithmonë që është. Ka qenë marrëdhënie jep e merr. Po, edhe sa herë ke shku, ti të ato e shef një ngrohtësi. Plus nëse je një pedagoge që si e strikte, po i bon lantë ma atraktive, ma të avansuara, që i jep hapësira atyre, me thonë edhe mendimin e vetë, ndoshta do njerë edhe me të kritiku, ajo është shumë kënaqësi. E si në mos tash, kur e kom ri këtë mosh, mas pensionin, kur e shëvë ndonjeni, kolege apo kolegë që më thë, o profesoresh, ke qenë profesoresh e me kom qenë që gjenerat që është vështirë mi mbajt me në krejt, ndoke që është kënaqësia më e madhe. Kush e di çka me të dhuru, nuk e përmbush atë kënaqësinë se kur ndonjë student të lajmërohet, do njeni kujtohet, po do njeni nuk mund me kujtu, po kënaqësia është jashtëzakonisht e madhe. Përmbushesh. Ua, do me thëmë pas na vlejt diçka. Pas na vlejt. Natyrisht përmbushesh se edhe punon me rini, edhe e sheh rezultatin e punës tënde, e sheh tek ata, sidomos tek studentët që ndërmarrin hapa që të shkojnë të vazhdojnë edhe më tutje në lëmin e ekonomisë. Po kthehemi tani, folëm për familjen në fëmijëri, po kthehemi tani tek familja jote, personale. Ti me gjithë ato angazhime, nuk e di atë ka ndalë 24 orë në ditë, i linde 4 fëmijë, 1 vajzë dhe 3 djemë, edhe ke pas kohë edhe për ta. Si ishe ti? A ishe Neta për ta, apo ishe Simoni për ta? Unë isha ajo e treta, ku Simoni e Neta më kanë ndihmua. Po më fol drejt, vetë s'kisha arrit kur qa. Ka pas përkrahje jashtëzakonisht të madhe materiale, edhe fizike pra anës Simonit, dërsa pre Netës, fizike, pregatitje dhe të gjitha këta. Dhe unë kur ndëgjoj që ndonjë femën thot, du m'jam ri, e unë e thëmë, po ka po jam ri, ti diçka duhet me lën anësh. Duhet me lën vetën, duhet me lën fëmijët, duhet me lën buri, duhet me lën shtëpin, duhet me lën prind. Do me dhe nëse familja e ngusht, do me llogaritë edhe prind, nuk të afrojnë në format të ndryshme. Nuk të ndihmojnë. Nuk ka shanse që dikush marit. Mundet marit, po e ka humb. Ja i ka humb ato ndjenjat e dashurisë, apo të hyp një farë nervoz. Prandaj, çdo femën e cila dëshiron, ose e cila ka arrit, me siguri prapa tyne qëndron familja ma e ngushtë në cilën e kuptojnë. Tani është të vërtet që më ka ndihmu edhe Neta edhe Simoni shumë. Spari të gjithë, unë kom bërë shumë fëmi që nëna jeme ka qenë gjithmonë kontra, qka po të nevojitën. Unë kom darë shumë fëmi, unë e kom bërë vajzën mos ju fëmija parë që jemi gëzu, pastaj kër e kom bërë mas një 5 vite, kretë e kom bërë me periudha, se cilin fëmi kom pas dëshirë me rritë me dashni, jo vetëm me rritë. Pastaj kom bërë lekën që ka qenë një ardhje në familjen tonë, o zotë si një yllë, na 3 vajza, unë e linda vajzë, e pastaj u bë djali, që mund të them se Simoni ka qenë mrekulli për to. Kur kemi qenë të reja, kur nuk e kom diktu në familje që u mungon djali. Kur
kur nuk e kanë potencu. Kur ka lind leka? Po, kur ka lind leka, e kom pa që ka qenë një dashni zakonisht e madhe, edhe në fakt e kuptova që ju ka mungu një djalë. A din që ai për çdo ditë ka ardhur, ma ka marrë, ma ka qunë qerdhe, ma ka marrë për qerdhes dhe ma ka sjellë. Dhe çka do të thonë kjo. Nonën tjetër, nona gjithmonë për festa, për vikenda, na ka thirrë që unë mos të preokupohem, se unë atëra regjistrova dhe masterin, mandej doktoraturë. Po kënaqësia më e madhe është kur e kom bë bineqt. Se unë i kom 3 djeme, po kur i kom bë bineqt, spari, kur më kanë tregu që unë kam binjak, unë mas pari kom qenë në një shok. Si keme i rrit? Si kam i rrit, si kam i lind, 2 fëmijë, kënej ambicjet për doktoratur, kënej keme udhëtu në për Zagrepa, në për këto. Kjo ka qenë një shok për mu. Mirë po, u rritën, u zhvillun, edhe në që se muj me thanë të 4 fëmijët kanë trashigu atë kreativitetin e Simonit. Po, nuk do me lanë edhe të Vjeri, se Vjeri ka qenë shumë i matun, nuk ka reagu gjithmonë, ka mendu mirë nëse ta ka thonë diçka për të mirë ose për të keqe, po ka pas takt. E më vjen mirë që edhe këte e kanë të rëshigu për ti. Vjen matun, të mendojnë që ka dojnë me bo, po si kreativ, janë ka Simoni edhe ka unë. Duhet të unë me lavdu pak vitin që kom marrë kreativitetin e Simonit, se gjithmonë kur ata arrin diçka i tham jo, i kemi Simon, e që pitëm edhe une, se Simoni mi ka bartë mu, unë ju kom bartë aty. S'keni mujt ju krejt për Simoni, dhe me dhe janë edhe të mija. Absolutisht. Tani po lidhemi, se e lidhe shumë bukur edhe me Vjerin tënë, po lidhemi edhe me Blerimin. Blerimin a e ke pas dorë djathë, se zakonisht tonë një grua e fuqishme, një grua e zonja, zakonisht edhe bashkëshortin e ka dorë të djathë. Unë për shembull agronën e kam dorë të djathë, të majtë edhe nuk e besoj që do të mund të bëj as këtë emision apo edhe shumë punë tjera, po të mos e kisha agronin të tillë si është. Si e ke pas Blerimin? Blerimi ka qenë një inxhinier i përkushtuar Spari Obiliqit. Pastaj, kur u banën fëmijët e panë që ka nevojë me ndihmu edhe mu. Blerimi kështu njihet si nevrik, po në vrak në zemrën e ka shumë të butë. Blerimi ka ndihmu, po nuk ka qenë për aty në njerëzve që ti krynë krejt punë. Ashtë e kja. Mirë, po tu e di që a i shkon në Obiliq, shkon herët, e vjen në ora 3, 4, 5, kur shumicën e punë me ko marrë une. Po, një gjatë do të me thënë, ka qenë shumë i qetë për familjen, ka dasht me ndihmu, pa jo që ka është ma e mira që so përzishëm. Tu e kanë shumë të mirë. Tani fëmijët shpesh i thënë, qka ka bo babi atë ka një mu në pillim? Shumë i mirë ka qenë. Nuk mu ka përzi kur kom që kredite, e kjo është gjaja ma e mirë. Se në fillim me përzi, ku kredite, ku të paguajmë me na, po i thesha, mundemi na me blekte ose me investu këto. Nga dal, unë e disha kur bëhet një punë, nga dal, ajo të hupë edhe vullneti edhe kur s'mundesh mi blet parët. Unë edhe sot të pys, a do të kishe ngrit për sëri kredi? Me njëherë. Ta krynjeni. Dhe besoj e një miqë të nderuar se Justina është një ekonomiste shumë e mirë dhe në rase, unë kam marrë shkollë prej dikuj se si duhet të veprohet që të arrish diçka, të blesh diçka, të kryosh diçka, më besoni që Justinën e kam pas si shembull, edhe kur e kam pas diskutu me Justinën për herë të parë para 20 e sa vitesh, më ka pas thënë Xheri, në rast se don me kriju diçka, nuk mund t'i mbledhësh parat, se gjithmonë del diçka ku kemi harxhu. E vetmja kredia të cilën s'ke çare pa e pagu çdo muaj të krijon një gjë të cilën ti e dëshiron. Po Xheri, unë kom marrë shumë kredi, edhe vazhdimisht, edhe tani që jam në pension, unë shiqoj me gjetën do një lidhje ku munden disi me ma afru. Është interesi i madhë.
është vërtet që është interesima. Po ti llogarit për me ble diçka, sa vjet nevojitet? Nevojiton 10 vjet, 15 me kursy. A mundesh 15 vite me nda? Jo. Unë e kom pas vjeri një prej ekonomistave shumë të njoftëm, që ka qenë në qeverit e asaj kohe dhe qeverin këtu. Edhe ai ka qenë shumë i përpik sa i përket llogarive. Dhe kur ndëgjoj që unë du me shit banesën këtu, me bo investime në Tiranë, dhe më dhe 94, 95, ai mu më thiri, tha, a e ki bo biznis plani, se cili ekonomist e ka biznis plan. Unë i thash po. Kur dullëm, po më thot Blerimi, kur e bo në biznis plani? O, i thash, Blerim, e bo biznis plani, mesim pa kur gjo. Duhet do njëherë mi më shu shkurt, me reziku, e pas taj bo biznis plani kërë. A i theke, po qësh i tha babës? Po i thash mi thëmë babës që se kom bo, a i më thot, me një ndërpreje. Shto që do njëherë budhimi... Gërnjeshtër e barë. Gërnjeshtër e but, e cila ka pas sukses. Ka pas sukses. Shumë e bukur kjo dhe shumë e sinqert, Justina, ndërsa këto momente miq të nderuar dëshiroj ta ndal këtu, ishin këto shumë gjëra nga jeta e Justinës, deri erdhëm edhe deri te Kredinat. Mirë, po do të vazhdojmë pastaj me pyetjet në kajmak, si dhe me SMS-in pa zarar për Justinën, por fillimisht ta ndjekim recetën e Olës. Përshëndetje shikues të nderuar. Për ju sot e kam përgatit një këshill e cila është jashtëzakonisht e mirë për shkrirjen e vjamit rreth belit, e cila është për dobësim dhe gjithashtu është e mirë për personat të cilat kanë problem me smundjet kardiovaskulare. Prandaj është një recetë e vërtetuar shkencërisht, e cila nuk ka ndikime anësore dhe është të shëndetshme, është natyrale, prandaj provojeni se është jashtëzakonisht e mirë. Dhe për to ju vjen fara chia, gjys limoni, edhe një lugë mjaltë. Ajo përgatitet në këtë mënyrë. Fara chia i merrni, i veni me një gotë, një lugë, do të thonë për një përdërim është një lugë, dhe e veni një lugë plot. Dhe e merrni një lugë ashtu dhe ja veni një gjys filxhoni ose një filxhon të kafës të vogël, i veni ujë të vluar. Dhe i përzini këto dhe i deni kështu të qëndron spaku 15 deri në 20 minuta. Dhe unë tani e kom përgatit në shtëpi, se si duket, të më thonë, e fitoni prej këtyne farave nëse leni kështu 10 minuta, të më thonë e fitoni një gell, i cili është në këtë mënyrë, të cilën mund të hani edhe kështu. Në çfarë dush kohë, të më thonë e kanë efektin e net. Por kjo pija, e cilën unë e preferoj për dobësimin, të më thonë e shkrirjen e vjamit, e merrni e përgatitni në këtë mënyrë. E veni në gotë, dhe kësaj ashtojmë një ujë derisa të mbushet kjo gotë. Të më thonë ujë të cilin e kemi fitu nga aparati për filtrimin e ujit, kamelotin. Edhe jashtone ujë. E përzini këto mirë. Dhe kësa jashtone për afërsisht një lugë apo 2 lang të limonit. Dhe një lugë mjaltë. Dhe këto e përzini mirë. Derisa të fitoni, do më thonë një pije të shishme dhe të shëndetshme. Dhe janë shikues të nderuar, këtu e kemi një gotë me fara chia, me një lugë limon dhe me një lugë mjaltë, e cila preferohet zakonisht me pi në 2 orë para buke ose 2 orë mas buke, dhe është shumë e mirë për shkrirjen e vjamit rreth belit dhe për personat të cilët kanë probleme me kapslëk dhe që kanë probleme me smundje kardiovaskulare, dhe më thonë i pastron shumë mirë in të gjakut. Këto mund ta përdorni çdo ditë, por jo më shumë se një gotë në ditë. Prandaj me një recetë dhe me një këshill jashtëzakonisht të mirë, të
vërtetuar shkencërisht që kush të nderuar, unë ju përshëndes duke ju uruar gjithë të mirë. Miq të nderuar, kafet Vilveta na erdhën. Mirë, Justina, kafe, unë e ti gjithmonë e kemi atë ritualin tonë të kafes. Po nuk Edhe pihet jetojmë- kafja para. Ja. Edhe jetojmë të dyjat në Marigon, edhe pim kafen të Eli, të djemtë e Justinës, edhe pak si me të njofshëm na i bojnë kafet tepër të mira dhe na i rregullojnë aty, se ka ardhë nona e pronarve. Mirë, po në këto qaste unë do të doja, miq të nderuar, t'ja dërgoj Justinës një SMS pazarar, dhe Justina, a ke vendos kuj do t'ja dërgosh ti SMS-in pazarar? Po jo dërgoj këtine shoqeve që ri me to që m'japin energji pozitive, që them diçka, ato i kom krejt më të reja se une, gati gocat e mija. Po kur ri me to, e kom një biset relaksuse. M'japin komplimente, në më kuptot, e po më konvenom, se mos me më konvenu, ato ma të reja, ma të vishen, ma të bukra, mu me japin një kompliment, edhe unë më njerë mendoj që jam si ato, e në fakt nuk jam, po Do me Po thonë m'pëlqen, Buci, po m'pëlqen. jo sa Zakja. Buci, sarë të më thirë me dollë, një herë e ki për detyrë. Me më dhonë kompliment, da që me dollë me pi kafe, se për ndryshe nuk e kom ditë këtë gjë. Pse mos më dhanë kompliment, edhe kur vinë të unë ato relakson, nuk e kajnë atë gërshëtimin profesional me zveti, se unë i neutralizoj. Mu po më pëlqen kur po m'japin komplimente, po më pëlqen se pendi vetin e re, po më thirin qikat 50 vjeqare. Se që është gjetë një mesatare me to. Edhe goca, shpresoj që do t'i përgjigjeni dhe shpresoj që nuk jeni të zanuna në përpunët tuja. Unë po ja dërgoj të erdhë. Ja ta dërgova mesazhin. Mos e shikoj, Justina, vetëm dërgoja. Po vetëm qofat kartë. Derisa Justina ta dërgoj mesazhin, do me thanë Arbneshës, Zakes, Vjosës, Leonorës dhe gocave tjera, unë do të preferoja që ta ndjekim recetën e Rudit. Përshëndetje mirë se dashur, mirë se erdhët në majtë të gjuhës me Gjerin. Çka kemi me bo sot? Sot kemi me pregadit, ndoshta po e shihni në pjatë që e kam një brownie. Recetën e brownit mundeni me e siguru në kanalin ton të YouTube-it që e kemi pregadit në ditët më herët. Është një recetë shumë e lehtë, është një recetë shumë e shijshme edhe nuk ja hushni asnjëherë. Çka po bëj tash këtu? Këtu e kam vendos panën, qumshtin e kondenzum edhe mascarponën. Ku recetën me gramazhën e sakt e keni në kanalin ton të YouTube-it. Vazhdojmë derisa të na bëhet një krem homogjene. Për me na dal pjekja që më ka dal mu e brownit, qka lunëral fura, lunëral tepsia edhe gjithmonë letra për pjekje. Zetë që na në majë gjuhës të Gjeri gjithmonë e përdorim letrën fino, e kemi këto ndoshta po e sheni, që i ka letrat për pjekje me sasinë e yndyrës adekuate, perfekte. Që mos e lani pa i provu nëse si keni marrë në për marketet. Deri tani, unë po vazhdoj me krem derisa të buhet e trash mjaftueshëm për me e dekoru brownin ton, që më nxis po prese me hangër. Kësaj sasije të kremës, unë e kom i shtu edhe një sasi të vogël të kafës, që me ja bo një shije pak më ndryshe. Pak më ndryshe prej brownive, kemi me bo brownie tiramisu, unë edhe brumit që e kom pregadit sot, më thoni kom shtu pak sasi të kafës, që me qenë pak më ndryshe prej brownive që i kemi pregaditur në emisionet e kaluara. Mirë, po receta është gjithmonë e njëjta, mos harroni. Është e shohim që çështë pja vendosim me tamam është sasia. Sa më e marë në ngjyrën edhe ato pikat e zeza të kafës.
Kur keni sasi të vogël të kremës, gjithmonë përdorni enë që janë më të vogla dhe më të ngushta, në mënyrë që me u trash masa e kremës më shpejt. Krema është e gatshme. Pastrojmë pak tapolinën se unë pa e bu pak hallakom shte pa mundon. Qisën e pasticqerisë si gjithmonë. Gërshërët, ja ku kemi. Forma është e rumbullakt, e metal që e kemi vendosur në qesën e pasticqerisë. Dhe fillojmë me dekor. Vendosim. Ups, sasi më e madhe, po ashtu se ashtu kemi me i bu 2 ra krem. Po i vjen ira kafës sa e mirë. Mëngjes po presim për me shiju. Gjithmonë po mundohemi që të zgjedhim disa receta më të lehta, që në mënyrë që edhe ju me mujt me realizu në shtëpi. E nxjerrim ajrin fillimisht. Edhe e mbyllim. Tani do t'i vendosim vende edhe nga një pjesë të kremës derisa ta shpenzojmë të tjera. Këtu ku ma një sasi të kafës në sit edhe kemi vendos për sipër derisa ta mbulojmë komplet sipërfaqen e kremës, që me pas për adhurus të kafës, shija është fantastike. Për dekor, unë i ka marrë këto dredhat, që i kemi pastru normal më herët, dhe ja vendosim sa për ngjyrë një sipër. Dhe jam i që të dashur një brownie tiramisu, nuk e di a keni ndëgju më herët, është një recetë që mu po m'pëlqen shumë, edhe e kom kriju vetë. Kështu që mos e leni pa e provu, edhe shihemi të diellën e ardhshme në emisionin e radhës. Mirëmbëjtje. Miq të nderuar, duke biseduar me Justinën edhe duke e parë që Justina shumicën e gjërave i ka të lidhur me babajnë e vet, ne vendosëm praktikisht që ta përgatisim edhe një dokumentar për Axhën Simon, për artistin, filigranistin Errall Simon Shiroka. Me 20 mars të vitit 1927, në zemër të qytetit të lashtë të Prizrenit lindi Simon Shiroka, një shpirt i rrallë që do të barte në gishtat e tij të artë gjithë trashëgimin e lashtësisë shqiptare dhe do ta përkthente atë në art të përjetshëm. Prizreni, qyteti ku gurët ende përshpërisin histori dhe ku rrugicat ruajnë hijet e mjeshtrëve të dikurshëm, do të ishte djepi i parë i frymëzimit të tij. Aty në ndritjen e heshtur të filigranit, Shiroka do të mësonte jo vetëm mjeshtërinë e punimit të metaleve të çmuara, por edhe gjuhën e fshehtë të formës dhe shpirtit. Por ai nuk u mjaftua me mjeshtërinë. Si çdo artist i madh, Simon Shiroka ndjeu ejtjen për më shumë, për dije, për përmas, për tejkalim. U nis drejt Beogradit, më pas Zagrebit, për të thelluar dijen për artin dhe për ta kthyer në një orë midis traditës dhe modernitetit. I ktheu shpinën rehatis për të ndjekur një rrugë të pasigurt, për të mbushur me pasion të pashuar. Kur u kthye në Prishtinë, nuk ishte më thjesht një zejtar, ishte një krijues, një poet i metaleve, dhe çdo vepër e tij ishte një thirrje e brendshme, një udhtim shpirtëror që kërkonte të prekte thelbin e qenjes. Në vitet 50 e 60, kur bota shqiptare ende i shihte me dyshim forma të reja të shprehjes artistike, Simon Shiroka po krijonte figura totemike, relike etnografike, ornamente të mbushura me simbolik, duke i thurur ato si rjeta dritash në errësirën e moskuptimit. Ai nuk kërkonte duar trokitje, kërkonte thellësi, kërkonte të zgjonte kujtesën kolektive të një popull përmes artit. Nga Kosova në ekspozita ndërkombëtare, figura e tij përhapej me hijeshi të qetë, duke tërhequr vëmendje jo vetëm si mjeshtër, por si njeri që kishte guxuar të dashurohej marrëzisht me artin.
Ai nuk trashëgoi vetëm teknikën e metaleve të çmuara, trashëgoi edhe shndroi figuracionin kombëtar, ornamentikën e shpirtit shqiptar, psikologjinë dhe besimin e një populli që në heshtje ruante mitet e tij. Vepra e Simon Shirokës zë një vend të veçantë në historinë e artit të Kosovës, si urmes traditës së punimit të filigranit dhe ekspresionit bashkohor. Stili i tij nuk ishte thjesht riprodhim i motiveve popullore, por një ripërftyrim i tyre, një ndërthurje poetike mes finesës teknike dhe ndjeshmërisë shpirtërore. Ai përdorte teknika tradicionale të filigranit për të ndërtuar forma që shpesh ngjanin me figura arketipale. Gra që ngjasojnë me hyni, figura të qëndrueshme që mbartin frymën e një civilizimi të vjetër, por gjithmonë të gjallë. Estetika e tij bart një tension të përhershëm mes qëndrueshmërisë dhe brishtësisë. Argjendi që në duart e tij bëhej si mëndafsh, por që në përmbajtje rrefente tragjedi, dashuri dhe qëndresë. Veprat e tij janë si relike moderne, objekte që ruajnë energjinë e kohës dhe hapësirës ku janë krijuar, duke qenë gjithmonë aktuale për shikuesit bashkohor. Përmes ornamenteve dhe simboleve të gdhendura me përpikëri, Shiroka i dha filigranit një dimension filozofik. Çdo linjë spirale apo figurë barte një kuptim më të thellë, të ndërlidhur me identitetin, mitologjinë dhe kujtesën kulturore shqiptare. Nuk është rastësi që vepra e tij komunikon në mënyrë të heshtur, por të fuqishme si gjuhë e shpirtit e përjetshme dhe univerzale. Simon Shiroka mbetet një figurë monumentale në historinë e artit shqiptar, jo vetëm për mjeshtrinë e tij, por për mënyrën se si e ngjizi artin nga rënjet shpirtërore të kombit. Ai nuk ishte thjesht një mjeshtër filigrani, por një formësues i kujtesës sonë vizuale, një ndër ata që artin e kthyen në akt dashurie, për trashëgimin dhe të ardhmen. Prandaj sa herë që bëhet fjalë për një artist të jashtëzakonshëm, për një mjeshtër që ka ringjallur artin e lashtë të filigranit dhe e ka vendosur si dekor të përjetshëm në gjoksin e kulturës shqiptare, Simon Shirokën të gjithë e kanë majet gjuhës. Miqtë nderuar, SMS-i që ja kam dërguar Justinës tingëllon kështu. Prit se ti qes, sa syzat e bukra i paske. Po, të pëlqen. Po. Të janë syzat të cilën shiten në optikë, ndërsa këtë dizajnin e argentit e kom dizajnu, ja kam dhënë një shokut tem edhe mik me babën. Filigranist? Filigramist, i cili ma ka ba, edhe unë me knaci baj. Dizajnin e ke ba vetë? Dizajnin e kom dizajnu, ja kam dhënë një miku tem argentarit, filigramistit, edhe mi ka vendosë kështu. Kështu që naljo të shëvgjeri syzat tua dhe së shpejti do të kesh edhe ti me një element të argentit. Shumë të falemderit. Për ndryshe unë i kom prej Laurës, për ndryshe të dy motrat, e kanë trashëgu atë pjesën artistike të babait të vetë. Edhe Justina, edhe Laura, Laurën e du shumë. Një mpuq është mjekja ime. Laura është oftalmologe, ka ordinancën e vetë, e punon me optik, unë vetëm i menagjoj optika, për ndryshë vitemi punë. Po, absolutisht. Ndërsa, të kthehemi te SMS-i. Ma kanë ofruar pozitën e ekspertit në një institut ekonomie i cili kërkon që të jetoj në Paris një vit. Nuk po di çka me ba, jam në hall. Ma jep një këshill. Ky është SMS-i që hinë se e ka dërguar Justina të shoqet e veta dhe ta shoqet e veta ta shohim se si do të përgjigjen. Vallaj, Gjeri, se di që është do të përgjigjin, po në me knaci kisha shku. Edhe me mandalat. Edhe me mandalë, unë me knaci kisha shku. Një vjetë, a di qka, Justina? Edhe kishim po emestion. Po të përgjigje me dhune hiq pa. Me knaci kisha shku, me knaci. Edhe une me knacit kisha thonë, shkot lutem se edhe une kisha ardhë. Po, sigurisht. Oke, apo shikon a mos t'ka ardhë ndë një? Hajde qo. Ndë një përgjigje? Edhe pse i kom këto... A ti lezojo? Për ekspert, a ti se i kom këto syzat për larke, jo prapë. Kjo është Zakja. Po. Për eksperten raket,
pas ka me shkua instituti me shpejtësi të inteligjencës artificiale. Kish me ken, si e thot Zakja, kish me ken mirë, me ardhë, me shkallavitu në diçka atje. Merëm, oj, sonje ram. Ajo që që e tjera se nuk shifsha për këtis. Ajde ta shofim tani, Lola Haxhiu. Knaqësi për pozitën që tu ka ofru, po të kishin njohur ata si të njohim ne, kontratën jo për një vit, po ta kishin bërë të përjetshme. Unë po bëhem egoiste dhe po të them jo për pozitën e ofruar, sepse atje fiton ti, kurse neve na lën shumë keq, të dua. Bucja. Tani Buci, zemrushe, shumë inësht, bo me qenë baba këto ditë. Po ti je nona jonë, pa ty nuk kemi jetë. Pra, anuloje, edhe ndigjoje këngën e Ledrit, se ti je nona, bejtë. Të duam shumë. Ta ka këty Buci, Vjosa Hamiti. E dashur, se kjo është profesoreshe dhe është profesoreshe gjermanishtës, është fantastike, ligjeron edhe në Vjenë, po pas kohë. E dashur, kjo qenë ka pak si pozit e vogël për atë që ka përfaqëson ti dhe që ka di ti. Mendoj që duhesh me pranu dhe unë do të vi me ty si asistente personale. Edhe ashtu të kam role model. Kretat po dojnë më ardha, po shumë. Krejt! Unë të thash, o zemër, që edhe unë po të them, i përfunduam të gjitha mesajet, që edhe unë po të them, ta jap vizën jeshile që të shkosh në Paris, pavarësisht se ishte një hajgare me miket e Justinës. Ndërsa miq të nderuar, tani kemi 5 pyetjet në kajmak, veç pak kafe duhet me pi. Gjeri ju pa harroni, unë e du kafën pa sheqer. Unë e du me sheqer. Da me thamë. Na i kanë Da bru. po duke që pas ka qenë interesant, dërisa Po, na kanë du kafet, po ganja na i ka pru edhe na i ka pru edhe sa mirë se ti e kap filxhanin me dorez, unë e pa dorez. Unë e du kështu, si mag. Ashtu pra, perfekt. Dhe tani kemi 5 pyetjet në kajmak, të cilat zakonisht i pregadit Ben Apolloni, regjisori jon Ben Apolloni. Fillo Justina. Ta marrën nga një, a? Po. Prej se cilës nga një dhe ma jep mu. A ka nevoj kështu asë është ma? Një. A ti lexoj unë e pasi që syza ti ke për lartë. Cila detyrë është ma e letë? Ajo ministrës, e profesoreshës, e gruas në biznis, e drejtuesës e një shoqate jo qeveritare apo detyre nënës. Cila është ma e leta, nuk të ka pyet cila është ma e vështira. Ma e leta. O, Beni! Më folë drejt, të gjithat i kajnë ato sfidat të veta. Asë një pun nuk është e letë. Asë një. Pa mërësisht që na dhe si nanë e kemi një rutin në punëve të ushqimit, po nuk është e letë. Fare, se nuk është puna vetëm ushqimi, regullimi, po është edhe edukata, dashnia, për kujdesi që duhet me u dhanë, dikujt ma shumë, dikujt ma pak, e gjithmonë me gjithë një balans. Se fëmijët me njëherë reagojnë, këte e donë, këte se donë. Ajo e ministrës ka qenë me shumë sfida, ka qenë një punë interesante, atraktive, po shumë sfiduse. Plus, unë nuk kam qenë shumë e mishnume me partit politike dhe s'ko mujtë do njëherë mi o thonë atë qka mendoj dhe qka është e drejt. Këto me shoqata jo qeveritare më ndëke që është ma letë, ma knatësi. Se aty punot me një farë sinceriteti, punot me dashni. Dhe kur është ndë një projekt tia përkushton deri në fund, pa mendu a do të kesh ndë një fitim material apo jo. Ajo e ministrës thash, e profesoresh është mirë, po dhe aty ka sfida, se do njëherë s'mundesh me qenë gjithmonë korekte dhe i studentëve, se ti edhe na bomi me emocione, me nervoza, me ngarkesa të mëdha, po ma e lehta.
Maleta qenë ka Te shoqëria civile. Shoqëria civile. Okej. Shkojmë me pyetjen tjetër. A ke ndonjë mendim kur je bindur që ekonomisë e Kosovës nuk i duhen politikanët, por ekonomistë e fortë? Këto është një pyetje pak me spec. Shumë me spec. Se ekonomistët në fakt më shumë orientohen në biznis, në përfitime. Ndërsa zhvillimi ekonomik nuk ka të bëjë vetëm me përfitimin individual, por ka të bëjë me strategji, afatgjate dhe investime të cilat do të zhvillojnë atë. Ma mira kishte qenë që të jenë politikanët të cilën ka një njuhë për ekonomi, por nëse nuk e kanë rreth vetit, t'i kenë ekonomistat dhe juristat të durë. Shumë e bukur, shumë përgjigje e bukur. Faleminderit shumë. Pyetja e tretë. Beni, me speci ke, me spec. Thot, Justin, të gjithë e dinë se ti ke qenë dhe vazhdon të jesh punëtore e madhe. Por në fund të ditës, kur ke arë në shtëpi, çka të ka bërë nervoz më së shumti? Çka të ka bërë? Dhe të me të regu, kur vjen në shtëpi, shumë gjëra bëj nervoz. Por nëse je ngarku në punë, me diçka, kur vjen gjithë shka të bën nervoz. Po në qëse ke ndonjë disponim, edhe që shef diçka i thë mirë, se atje kom kalu mirë, pi më shoj. Se dja pajtosh. Do të si shkon dita në punë, që është të shkon dita në punë shkon në shtëpi. Në qëse atje te i kaloj me ndonjë presion, kur vinë shpi, shdo gjam bën nervoz. Edhe ajo ndoshta që s'duhet. Po kur kom ndonjë arritje, ndonjë sukses, ndonjë mirë kuptim në punë, kur vje dhe që shef diçka thë mirë. Një pjesa parë më ka kalu mirë, kjo tjetra regullohet. Së është rëndësishme. 2 që në kanë hetë marrë këte. Thot, zakonisht studentët mësojnë prej profesorëve të vetë, por ato kujtojnë ndonjë gjë që ke mësuar ti nga studentët tu. Po, e para që kanë qenë shumë të sjellshëm. E dyta kanë qenë ambiciozë. Unë një kohë kom ligjeru London biznisi vogël dhe i kom detyru në grupe me punu pre momentit të idejës deri të realizimi. I kom mësu se si duhet të vishen, kur shkon para një banke, para institucioneve, para investitorve, për me tregu idenë e tyre. Dhe për ty në kom mësu që jonë atë shkallë dhe atë shkajnë ide për me a fillu një punë, një biznisi që më kanë befasu. Asa, shumë bukur. Dhe pyetja e fundit e Benit me spec. Me spec. Ke pas pak kujdes ti për profesoreshën, Beni, ke pas. Ani, Beni. Cilat nga ndjemët e veçon si punëtor, cili si të ndjeshëm dhe cili si ma afër me ty. Menojmë për djemët e mi. Në gjëgjeri, unë e kom vajzën, e kom Donikën, e kom Lekën, edhe i kom Binjakët, Lartin dhe Lorikën. Unë mendoj që Beni e din, ma merë mendja që e din që Donikën e ki larg, edhe në majtë kres, edhe të merë malli për të shumë. Është të vërtet. Për këta djemët, se cili e ka pikën e vetë. Donika vjen kja që ka shku dhe është rrit vetë në Amerikë, pa pas mundësi ndështë me ja përkushtu në ato sfidat, ato dashnit, ato nevojat që i ka pas. Leka ka që maj përgdhelur i pre këtyne 3 djeme, pa ata që më knaqet, mos mi dhonë këta janë Binjakët. Ata më shkrinë shtu, ndështë apse i kom edhe ma afër. Ma i qetë për këtyne është Leka. Leka ka një karakter ma të putë, edhe kur si pëlqen diçka, a i largohet, nuk afrohet për me... Nuk bëhet nervoz. Nuk bëhet nervoz, edhe në që se bëhet largohet.
Kurse këta dytë kanë qenë shumë të ngjajshëm, mirë po me kohë tani kanë filluar me ndru karakterin e tyre. A pse njeni është i martu me tjetër? Njeni është i martu me ki pa martu, ndrohen pa karaktere. Po këto të pa martumin e kam shumë shkap. është vizionar, do njerë, ai ndo kësar që qote ka një ide për një investim për me ndryshu, dhe i thomë do njerë nga dalmëre, jeto dhe ti po punone në fakt me përfitoni, po në fakt të tretë janë të mirë. Ajo që ka muj me thonë që i kom arrit dhe që jam shumë e lumëtun, i kom detyru që në punën e biznisit me qenë bashku. Edhe çdo gjatë që i kom trashigu për babës, kom thonë do t'ju barti juve nëse ju të tretë jeni bashk dhe do t'a kultivoni atë kulturën, trashigimin dhe do t'kujdeseni për galerinë e Simonit. Dhe ata me të vërtet ju falenderojmë që tanë kohën mendojnë se si këtë galerinë e Simonit të rrisin, të plasojnë edhe në për vendet tjera. Ta them edhe një gjë për lidhur me galerinë e Simon Shirokës. Miq të nderuar, futeni në TripAdvisor, futeni në Google, futeni nga do që futeni në internet, e shkruani vetëm Galeria Simon Shiroka dhe ju del me përshkrim me të gjitha, me përshkrim të artistit, filigranistit fantastik Simon Shiroka, por edhe me atë se çfarë përmban galeria brenda. Galeria kohë pas kohë është e hapur edhe për vizitor, kështu që mund të vizitoni edhe ju punimet e tia, mirë po duhet të rrini gati të shihni se kur janë momentet kur ajo hapet për vizitor. Miq të nderuar, në këto qaste është radha ta ndjekim pjatën e Mamadeus, pjatën e bebit. Të dashur miq, po takohemi prap te maje gjuhës, te pjata e bebit, te recetat për beba, për familje, për shoqëri, për të gjithë. Është interesant, mundohemi sa ma shumë me bo receta detoksifikuse, receta që ta pastrojnë trupin, receta që edhe ngihësh, edhe do pësohësh, edhe më thet thash. Po, a e keni ditë që produkti numër 1 për detox, edhe keni lexoni gjithë ka dhe qashtu, si dhe më tash është vërtet u vitet e fundit, që këtë mundohemi jo me cellera, jo me trangu, jo me ushqime cilat janë të shëndetshme, po që mundohemi me bo detox, as njëra nuk e bën detoxin ma mirë se uji i thjesht. E kur jemi të uji i thjesht, doni me zgjidh që ujin e thjesht gjithmonë ta pini pa metale, pa toksina, pa materje të dëmshme të cilat gjenden në ujin ton të pijes. Unë për veti, prej që e kemi marrë kamelotin këtu në studio, unë tash e ti qka është me pi uj, edhe tash nuk e pi ma ujin vetëm kur jam e etur, por e pi ujin edhe për me mbo mirë. Sot e kemi një recet interesant, një recet kur të vinë musafer shpejt e shpejt edhe nuk din që kam jo po diçka si lloj meze, diçka atraktive edhe e shishme. Kemi me bo me 5 tortillës, kemi me bo si rolls, të dame kështu të preme edhe kemi me i vendos në pjatë. Hajde ta shohim bashk çka po përgatisim. Petën e tortillës kemi me ly me krem djathi. E kom përzgjedh proshutën e pulës të tymosur, edhe me erza për ekstra shije. Edhe tash këtu në mes kemi me ja vendos rukollën. E rrotullojmë. Edhe e presim. Pra dashur miq, kjo pjatë, përpos që po duket shumë e lezetshme, mund ta dekoroni si doni, mund deri me i bon rrath, unë i bona si një flutër edhe një lule,
Përpos që është do të thotë e shumë e lezetshme, shumë pjatë simpatike, është edhe shumë nutritive. Ka krem djathi, ka përshut pule ose çfarë do lloji të mishi që ju preferoni, edhe ka rukolla, mund të ketë spinaq ose baziliko, borzilok, sipas preferencës suaj. Po është e rëndësishme këto 3 ngjyra, po e shihni edhe vetë që duken si kombinim, duken tepër bukur. Për sot kjo ishte ideja ime se çfarë të përgatisni kur ju vinë mysafir. E deri dielën e ardhshme për një recetë tjetër miru takofshim. Ky emision u mundsua nga Frigo Deluxe. Këtu ne përfunduam të gjitha që kishim me Justinën, vetëm një gjë nuk e kemi përfunduar. Unë kam ftuar Justinën për mëngjes dhe po ashtu kam ftuar edhe shoqet e saja për mëngjes dhe unë dua Justinës t'i bëj llokumat e mi, ashtu në formën, mënyrën se si i bëj unë, pavarësisht që jam dhe me lic, po për Justinën zakonisht nuk jam dhe me lic kurrë. Edhe para se të qohemi prej këtij këndi këtu, ne kam edhe një dhuratë të vogël për Justinën. E lot faleminderit. Justina, përpos që të kam shoqet mirë, të dua shumë, edhe përpos që mendoj se je njëra nga gratë e fuqishme të Kosovës, nga gratë që ka trasuar rrugën për vajzat e reja që të merren jo vetëm me ekonomi, po me ndërmarrësi. Unë të kam ftuar edhe për një shkak. Ti mban pozicionin e akademikes në Akademinë e Shkencave dhe Arteve. Pse të kam ftu? Po ndoshta mi përkujtu së bashku disa gjana që i kemi përjetu së bashku. Mi kujtu dhe mi përjetu së bashku. Shumë e sakt, por unë kam dashur që publikut t'i japim diçka nga vetja jote, t'i japim diçka që nuk e ka ditë publiku për ty, por unë të kam ftuar për shkak se unë mendoj dhe e di që të kemi në Majë të Gjuhës se je VIP, se je very important person, për shkak se je në një pozicion ku ke arritur vetë me mundin tënd, me punën tënde, të jesh akademike dhe të krijosh edhe teori dhe praktika të reja të ekonomisë për gjenerata të reja. Faleminderit për punën që po e bën si në akademi dhe për punën tjetër vullnetare që e bën gjithandej Kosovës, dhe të faleminderit për kohën që e ke nda për mu, pavarësisht që më ke shoqe, pavarësisht që më don shumë të faleminderit për kohën tënde. Gjeri, faleminderit shumë. Unë thash se me kënaqësi erdha se ky emision sjell dashuri, kreativitet, sjell sinqeritet, sjell çdo gjë të cilën ti na dhuron neve. Prandaj faleminderit. Unë këtë do ta vlerësoj shumë dhe shpresoj që gjithmonë të keni vajza edhe gjenerata të reja, jo të vajza, gjenerata të reja të cilat do të jenë shembull për të gjeneratat të ardhme. Përpos kësaj, kështu me siguri do t'i thras nipat edhe do t'ju jap. Se nuk më pyete për nipat e mes. Ajo që ka ma shumë t'i më gëzon, se zakonisht një këto, jo, s'du me më thirë gjyshe, s'du me më thirë këte, s'du me më thirë. Unë i kam mësu nipat e mesat mi me më thirë non. Gjyshe kam thirë unë nonën teme, gjyshën teme, non me plot goj. Edhe ata mu më thirin nona Ustin, se jo Ustin, ose vetëm non. Edhe punën e parë, kur t'i marrë, do t'i marrë ata, do t'i fotografoj me këtë. Me këtë, qka është kjo? Kasnak. Po, shumë bukur edhe në ta din që gjyshën e vetë, apo nonën e tyne e vlerëson. Jo vetëm Gjeri, po dhe televizionin 21. Shumë të faleminderit. Gjeri, kom kalu një moment jashtëzakonisht të bukur, të falenderom ty, stafit tu, dhe ju dëshiroj gjithmonë shëndet e të gjitha të bukura në jetë. Shumë të faleminderit. Ndërsa miq të nderuar, ne nuk e ndërprejmë këtu me Justinën, për shkak se do të hajmë llokumat tanë, dhe atje në tavolinë Justina do ta shkruaj edhe një fjali për tregimin e emisionit ton, mirë po në shoqëri me miket e veta.
O, dhe qysh kem të najt veç, kur robumja, a kujtot? O, që? Edhe? Shim dur. Kisha rrejt me thonë që i kom bëhune. Jo, në të vërtet, une isha në bised me Justinën, edhe gonja kur e ka pa që na jemi fut në bised, se kena një të medal, i ka thonë agron të adin qka, po ti hyune për i bëj lokumat se këto ta dhe 3 sahat ta nuk qohën, e shoqet ta vesh kanë pillu dha mi ardhë, kështu që kjo pun është krye këput e ganes, por është receta jem. I thash ganes e me gjiru, jo, thasë se ja recet. Ajo, ose... E tash, unë e kam... Receta e gjerit, që nga ka thirë mu, për ka thirë në bukuve, edhe unë obzova shumë, se të e pas edhe nanën e vjerën, une për këtë gjanat e brume, për pite nuk di me po, s'ka lidhje, tash duhet me tregu kështu që gjeri për këtë arsujem ka thirë, po dhe ju tjerat mundeni me thirë si gjana. Edhe adin që është puna, kur i kom thonë, atë e voj një top Gjakovës, kështu, tha, qëfar tave mu i tha, mu ka marrë malli për brumë. Për tava, mishna, salata, ta, më shkojmë për dore, po brumna, pitet, kurses. Edhe tash në fund, Justina, zakonisht e kemi fjalin e majtë gjuhës. Praktikisht jemi të ndërtu një tregim të emisionit, çdo mysafir i ftuar e shkruan nga një fjali, nuk e din çka ka shkruaj para folsi, ose para teje, mysafirin që e kom pas para teje ti lidhje s'ki çka ka shkru, por ti e shkruan e pastaj në fund të vitit 2025 e shohim çfarë mishmash kjo është. Miq të nderuar, derisa Justina po e shkruan fjalin e vet të emisionit, të cilin do ta shihni pastaj në ekran ose në fund të vitit 2025. Unë ju dëshiroj çdo të mirë, dëshiroj gjithmonë edhe ju ta keni tavolinën e begat, dëshiroj që edhe ju të mblidhni miq e mike në shtëpi, ose t'ju jeni të ftuara apo të ftuar të miqt e juaj, se jo vetëm restorani mbledh miq, dhe jo vetëm duhet me dal dikon e mu bo bashk. Shtëpia ndonjëherë jep një ngrohtësi shumë më të madhe se sa që e jep një lokal jashtë. Edhe gatimi personal për mysafirët e tu është një dashni e veçantë. Po më vjen keq që unë si gatova, por ta dini që me të njëjtën dashuri ka gatuar Ganja për miqet e mia. Ju dëshiroj një javë të këndshme, mirupafshim.